Të pyes thjesht, pse nuk falesh? Është një pyetje thjesht. Pse nuk falesh? A është arsye të thuash nuk kam kohë, jam nga kohë, jam në zonë. Allahu Gjeleshanuhu në Kur'an për të përgjigjet ty, unë e kam obligim të tregoj këtë ty. Nëse ti thuash jam i nxanun dhe i ngarkun, nuk muna më fal, Allahu Gjeleshanuhu në Kur'anin fallar ka thënë la yukellifu Allahu nafsan illa wus'aha. Që do thot Allahu nuk e ngarkon askënd për te mundësisë që ka. Allahu nuk të ngarkon me diçka që ti ke shumë me rëndësi, as për mundesh mu falë. Të janë palavrat të tua. Por Allahu e ka ditë që ti ke mundësi mu falë dhe të ka falë, ka kriju në këtë botë, pastaj je rrit, je zhvillu e pastaj Allahu të urdhëroi të kryen obligimin e tij. Po nëse thua ti nuk kam kohë, nuk mund të fal, nuk kam kohë. Wallahi edhe këtu për gënjen, rremzan. Allahu Gjeleshanuhu po thot në Kur'an, wal asr inna l'insana lafi khusr. Pasha kohën, njeri është në humbje. Përse një në humbje? Din. Sepse ti po gënjen, po thënë nuk ka kohë. Allahu e krijoi kohën, pastaj ty të krijoi në këtë botë, duke ditë se ke kohë, unë kam kriju ty, edhe kohën e kam kriju, dhe të kam thënë falu në këtë kohë që unë të kam caktuar. Kush për rënë? Ati Allah. A për dush më thonë që Allah për gënjen? S'ke mundësi. Pra ndaj, sot të arsyetohesh, nesër nuk arsye. Ke kujdes. Pra ndaj ke kujdes nga se këto fjalë të kota që i përdorim ne. Në përgjithësi, Allah i gënjeshtarëve. Allahu në Kur'an ka thënë, ka kohë, edhe nuk ngarkon ma shumë se që ke mundësi. Andaj mësë bën gënjeshtar, e sidomos gënjeshtar të bësh kundër Allahut, të thuash nuk kam mundësi, nuk kam kohë, është më e rëndë.